Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin Nga Zero, epizodi 5, podcast ky që nëpërmjet të ftuarave synojmë që sa do pak të ndihojmë tek të rinjët që të zgjedhin profilet e tyre profesionale. Sot do të diskutojmë për një temë që është jashtëzakonisht aktuale dhe ndihshme. Do të diskutojmë për trekëndshën prind, fëmijë, mësues, si edhe për shumë gjëra të cilat lidhen edhe me këshillin e prindve, kështu që kam kënaqësinë ta prezantoj mosafirin e sotit, është Shpëtim Selimi. Mirë se erdhe Shpëtim. Mirëdita, mirë se u gjeta, prof. Jam Shpëtim Selimi, vi prej fshatit Mështisht, i lindur, i rritur Mështisht, i lindur vitin 1983. Jam i ftuar si përfaqësues i kryetar i Këshillit Prindve nivel komunal. Mirë shumë. Si po kalon? Mirë. Qysh po ecën punët? Mirë. Faleminderit që ke gjetë kohë. Faleminderit që kusht shtyje, të uroj për emisionin, podcastin, kanalin tuaj YouTube. Të uroj shumë suksese. Një kusht falenderoj që ki përfshin gjithë shoqërinë, edhe neve që paka shumë na shkaluar, po besoj që e meritojmë vendin tonë. Patjetër. Se përfaqësojmë një komunitet jashtëzakonshëm. Rëndësishëm në arsimit. Patjetër. Edhe besoj që i duhet edhe arsimit edhe bashkëpunimit me na. Kjo është edhe qëllimi që prekmi gjitha sferat e shoqërisë, edhe të mundohemi sa do pak që të diskutojmë disa tema cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme, po njëkohësisht edhe aktuale. Patjetër. Për ata që nuk njohin, por që po të shohin për herë të parë, kush është Shpëtimi, me çka mirret, cila është veprimtaria juaj? Shpëtim Selimi, vi nga fshati Mështisht, si thash. Jam prind i 4 vajzave. Jam përfaqësues, kam qenë përfaqësues që nga viti 2016. Jam aktiv në këshillat e shkollës fshatit Mështisht. 2 mandate kryetar, dhe kryetar i bordit mrena shkollës. Në shkurt këtij viti, domethënë jemi përfaqësuar mrena kuvendit komunal, përfaqësuar prej 30 shkollave e më shumë, 3 shkolla të mesme edhe parafillorëve kuptohet. Na kam lënë drejtoria e arsimit. Jemi propozuar për anëtarëve të tjerë. Jam i votuar me shumicë normale, vota, po jam propozuar për kryetar. E qartë. Do dalim tani tek kjo, tek e çështje pak më vonë do të diskutojmë disa gjëra që janë me interes për publikun. Paka shumë fillimet që kanë qenë te përfaqësimi i shkollës së Mështishtit, ke qenë nxënësi asaj shkolle. Po. Si ka qenë ti je përfaqësues i prindve në një shkollë të cilën ke mësuar edhe vet? Ka qenë një sfidë interesante. Fillim sfidë interesante, po e kam pranuar me kënaqësi. Pasi kam pas fëmijët aty, jam propozuar që në klasë parë kur më ka shkuar, jam propozuar si kryetar i këshillit klasës. Këshillat e klasës, domethënë, vazhdojnë për gjitha paralele të klasës, zgjidhen nga një kryetar i këshillit, edhe domethënë votohet kryetari i këshillit të shkollës. Aty jam propozuar, jam votuar me shumicë absolute, edhe domethënë kam qenë aktiv për vitin 2016, 2 mandate kam qenë aty, pastaj kemi marrë pjesë për shumë seminare, kemi qenë aktiv jashtëzakonisht shumë. Okej, mirë shumë. Po më intereson pjesa e fillimit tuaj dhe rrugtimit tuaj para se me dalë te pjesa e përfaqësimit si prind i shkollës së Edi Dorhan të Mështishtit. Cila është aktiviteti yt? Me çka mirresh? Cila është rutina jote e përditshme? Po, e kemi një biznes familjar. Jam punëtor aty, kemi disa punëtorë tjerë. Jemi që 25 vite veç të angazhuar në ato, ka qenë profitabil për familjen, falë Zotit mirë ka ecë, me ato domethënë kemi qysh me thoni, kemi mbajt familjen, sigurisht, i kemi shkolluar fëmijët me to. Mirë. Te pjesa e përfaqësimit, po më intereson njerë me diskutu pak përfaqësimin në shkollën për cilës vjen, cilat kanë qenë disa nga iniciativat kryesore që i keni ndërmarrë ju, edhe a kanë pasur, domethënë, iniciativat cilat i keni marrë si Këshilli i Prindve, kanë pasur sukses, janë trajtuar edhe nga menaxhmenti i shkollës, apo kanë vetë si kërkesë? Po, sigurisht, mu me thonë jemi si këshill shumë aktiv kemi qenë,
Edhe drejtën me thënë kemi pas përkrajnë edhe drejtorit edhe të arsimtarve, dhe me thënë gjitha organizimet e eksklusioneve, angazhimet mrena shkollës, ditët shkollës, ditët pavarësisë Kosovës, ditët pavarësisë Shqipërisë, një qershorit, ditën e fëmijëve, ditën e fëmijëve me sindrom Down, gjithmonë e fal Zotit e kemi thashë një sallë gjigante mrena shkollës, që bëjmë organizime festive, kulturore, i angazhojmë shumicën e nxënësve, edhe janë shumë aktiv, normal me përkrajën e drejtorit, me përkrajën e prindve, se sigurisht atë ajo është e kushtueshme, po ka qenë sfidë në vetë, po i kemi realizuar jashtëzakonisht mirë. Mirë. Te pjesa e komunikimit këshillit prindve me drejtorinë e shkollës, cilat kanë qenë kërkesat, cilat nuk janë trajtuar si duhet, ose keni menduar që prind që duhet një trajtim pak ma ndryshe, një ale bërim pak ma një kujdes pak ma i madh për prind e kështu me radhë. Kështu me thonë, ka vend për më mirë. Në qartë? Po, me gjithë ato ka qenë bashkëpunus. Drejtoria e shkollës ka qenë bashkëpunuse, nuk na ka prish për çdo realizim shkaush. Mrena kohëve, domethënë se kuptohet aty buxheti është i përcaktuar tek muj me mrri, po çdo që kemi kërkuar nuk besoj që na ka prish, pa ka vend për më mirë, sigurisht që ka vend për më mirë. Problemin më të madh kemi te mungesa e nxënësve, domethënë mrena shkollës. Emigrimi i tepër, po mirë. Si këshill mirë, nuk kemi pas ndonjë problem, domethënë që nuk na u ka realizu, ose gjithmonë na u ka... Domethënë kërkesat e juaja... Kërkesat e tona nuk kanë hasë veshurë, deri tash ka qenë mirë. Mirë. Si po mendojnë që po funksionon trekon që, po flas për shkollën e Mushtishtit, ende pa kalu te përfaqësimi këtu, trekon që prind, mësues edhe fëmijë, a ka hapësirë për me qenë një funksionim pak ma i mirë, pak ma i shtosh të këtë pjesë? Jemi munduar, mi ju tregu edhe kujdestarëve të klasëve dhe mësuesve ciklit tulp, jemi mundu mi ju thonë që krijoni grupet me në WhatsApp me prindrit. Edhe për çdo pengesë, komunikim të jashtëzakonshëm. Për çdo pengesë, për çdo problem, për çdo me komuniku me prind. Sa është i padiskutueshëm, nëse suksesi vjen për komunikimit përbashkët. Edhe ka qenë, domethënë gjitha klaset e di që kanë grupe në veten WhatsApp, edhe komunikojnë me prind, bëjmë takime shumë të shpeshta, bëjmë takime brenda këshillit, bëjmë takime të shpeshta për çdo problem madhor, mundohemi me takime ta pimboni, vetë se duhet me mojt apo jo, jemi aktive, sigurisht janë 2 muaj pa thirr një takim unë nuk e lë. E kjo është edhe 2 muaj të pak a shumë edhe obligative, po edhe aty po më intereson pjesa që temat që pi trajtoni, cilat janë problematikat me cilat pak ma shumë po mirreni si këshill e prindve. Po, zakonisht problematikat maja nuk di që ka, po janë ato sfidat në arsim, për fat mirë na objektin e kemi të mirë, edhe sallën e kulturës e kemi të mirë, edhe sallën e sportit e kemi të mirë, aty nuk hasmin probleme. Problemet janë këto, të mësimi, të cilësia e mësuesve. E kjo, që çdo herë kuptohet. Po pretendojmë probleme madhore nuk kemi. Mundohemi me evitu mungesat sa më pak me pas nxënësit. Mundohemi çto janë probleme. Organizimet tani kuptohet, organizimet brenda shkollës janë vazhdimisht kemi organizime, edhe i organizojmë bashkë. Këto janë. Me sa po e shoh që kanë një komunikim i shnosh, i mirë mes prindve edhe mësimdhënësve te kjo pjesë. Po, muj me thonë se e kemi shumë aktiv është. Për fat janë shumë për tyre janë edhe femna që janë të angazhuar, edhe e bojnë pa pretjes fare. Okej. Tu e pos parasysh pjesën që e thallë përvojën te përfaqësimi e prindve të fshatit. Po kalojmë pak edhe te përfaqësimi i nivelit komunal, i zgjedh si përfaqësues ose kryetari përfaqësuesve të prindve në nivel komunal. E qysh ka qenë, po më intereson pjesa e përzgjedhjes fillimisht, si procedurë dhe mandej pak disa nga aktivitetet pak ma të rëndësishme cilat i ki. Do me thënë si këshillat fshatrave, këshillat shkollat fshatrave, kemi marrë ftesë prej drejtorisë të arsimit të komunës, jemi mbledh aty, herën e parë nuk ka pas korum të mjaftueshëm, herën e dytë ka pas korum të mjaftueshëm, jemi mbledh do me thënë rreth 30 këshilltar të shkollave, fillore, kuptohet fshatrave, 3 gjimnazë shkollës teknike dhe shkollës profesionale, edhe institucionet para fillore. Pe aty do me thonë jemi propozu për antarëve tjerë, jemi propozu 3-4
antar me propozuar kandidat për kryetar. Unë jam zgjat me shumicë thjesht, jam zgjat kryetar. Mbrana antarësisë domethënë janë edhe 2 nën kryetar, 3 antar edhe 1 sekretar. Kjo ka qenë përzgjedhja. Mirë. Pasi e zgjedh përfaqësues i komunës, përfaqësues i prindve, ka qenë një satisfakcion kjo një kënaqësi për ty apo pak më shumë si një lloj obligimi me cilin një përgjegjësi pak më e madhe në raport me komunitetin e Me prindve? thënë drejtën, është nuk më ka bosh përshtypje të mëdha se veç jam aktiv. Prej vitit 2016 kam qenë aktive nëpër këshilla, edhe kur propozova e mora me sportivitet sigurisht, po është sfidë vete. Sigurisht që është sfidë vete, do në obligim, do në Është edhe përgjegjësi. Është përgjegjësi jashtëzakonshme, është punë që nuk paguhesh fare. Është punë që paguhesh, bëhet me buxhet personal tonin, po e ku marr me knaçi, pasi ku vazhdu me asi. Domethënë në zgjedhjen tonë, hapat e parë që kemi bërë, jemi njoftu. Kuptohet. Cila ka qenë struktura, je ti kryetar, mandej 2 nën kryetar, 3 antarë të kryesisë dhe 1 sekretar. E qartë. A keni mojt ndonjë takim pas jeni zgjedh edhe cili ka qenë iniciativa e parë që e keni marrë ose çka keni diskutuar edhe me çka pak a shumë jeni të u marrë si fillim? Zgjedhja ka qenë para 1 muaje. Është shumë e freskët, domethënë si zgjedhje. Domethënë gjëna e parë që e kum bën një grup WhatsApp me gjithë këshillat përfaqësues që janë të shkollave. Në WhatsApp e kum bën një grup. Jemi njoftuar edhe i njoftoj për çdo konkurs që bëhet brenda komunës, për çdo takim që i kemi në Ministrinë të Arsimit, i njoftoj. Tash po mendoj, domethënë me kalimin e kohës, po mendoj me vizitu gjitha shkollat, bashkë me këshillat e atyre shkollave, me vizitu edhe me marr problemet të cilat ata hasin ato probleme. Ço besoj kishin. Do e ditë rëndësinë shumë të madhe që e ka këshilli i prindve, edhe në aspektin juridik, është me një farë forme si monitoros i komplet procesit, edhe të pjesa vizitave në për shkolla dhe kontaktet me dekan, edhe me prindër, edhe me gjithë, po mendoj që është një trup i cili është të fuqizu dita ditës, edhe s'fundi keni fillu pak a shumë edhe të merr një pjesë edhe në për intervistat ndryshme cilat po bëhen, qysh po e sheti këtë pjesë, apo e shet që veç pjo thirrin sa me plotsu kvotën, apo për një me është diçka që po jep një kontributin? Sa kemi qenë këshillat lokale të shkollave, jemi konë si komision veshgus. E qartë? Tash do me thonë me ligjin e re, Ministrisë të Arsimit, këshillat e prindve komunal janë komision vlerësues. Do me thonë i notojmë sikur përfaqësues të DKA-s edhe na e kemi drejtën e notimit tyne. Deri tash ka marrë pjesë 4-5. Do me thonë jeni pjesë e panelit. Pjesë e komisionit. E barabartë. Po, pjesë e barabartë e komisionit vlerësues. Ka marrë pjesë 4-5 takime, 4-5 takime që kanë pas, do me thonë, jo takime, intervista që kanë pas, edhe e kum pa që ka, jashtëzakonisht është nivel, nuk ka pas ndonjë problemi, nuk kam qenë i cenun në vlerësim absolutisht. Ke qenë i barabartë me gjithë panel. Nuk kam pas presion për kërkujnë asë si minutu, si e kum pa një arsimtari në ardhje që e meriton, e kum notu si pas mendimit tim. Qysh po doket kjo si sfidë tash? Po sigurisht. Për me vlerësu një mësimdhënës i cili do të jep mësim edhe fëmijët. Është sfidë në vete, përgjithësia e zakonshme për njëkohësisht edhe kënaqësi. Privilegj. Patjetër. Jashtëzakonisht interesante. Te vizitat që e përmendin për shkollat, a keni bën ndonjë vizitë? A jeni taku me ndonjë përfaqësues të shkollave apo keni një plan afat shkurt se çysh po mendoni me realizu këto? Do të thënë, jam taku me 2-3 këshilla. Vizita nuk kemi bërë, ende se thash nuk ka një muaj vetë që kemi bërë zgjedhjen. Në bashkëpunim tash me DKA-n, javë ku marrë gjithë numrat kontaktues tynve, emrat e tynve, edhe do t'i kontaktoj edhe do të shkojnë vizita. Duke fillu pe gjimnazit, në shkollën teknike, në shkollën profesionale, institucionet parafillore sigurisht, besoj që kanë më mirë pritë edhe kanë me qenë bashkëpunues se kanë më konë zori i tyre sigurisht. Patjetër. A ka ndonjë dukuri ose ndonjë shqetësim që e keni pas ju pjesës që keni qenë domethënë përfaqësues i fshatit për ndaj udhëtim të lartë në zonë që ka pas ndaj që ka qenë në zonë pak më rurale që s'ka transport të rregullt, a keni menduar pak edhe që pjesë qysh do të mundi ta zgjidhni parasysh se ka disa fshate që është edhe numri i vogël i nxënësve, po edhe
ardhja ose vajtja është problematike të pas parasysh edhe numrin e banorëve këtë më radhë. Takimet që kemi pas Ministrit të Arsimit na i ka cek, edhe vetë ministri ka qenë prezent aty, na i ka cek se kjo, domethënë ligji e lejon që në 500 metra e më shumë, domethënë nëse ka rrezik pe kafshë tegra ose diçka, duhet m'ju sigurue transport. Okej. Na mana komunës e dim që kemi shumë zona malore. Janë 5-6 zona malore që fëmijët udhtojnë mbi 500 metra. Unë nuk jam shumë informuar sa kanë udhtim ata. Okej. Edhe do të vizitoj ato shkolla, edhe në momentin që e lejon ligji, domethënë që kanë mbi 500 metra udhtim, ose që rrezikohen prej shtanzëve tegra ose diçka, do të kërkojmë mbrana organeve kompetente të komunës që t'ju sigurohet transporti, që mos kanë fëmijët, mos kanë rrezik edhe prindërit e tyre mos bëjnë gala, a i kthehet fëmia e shnosh, as i kthehet shnosh. Do të mundohemi të asi, e di që është shumë herë të me folë për këtë gjona, se është shumë fillimi i hershëm, domethënë nuk ka një muaj që asi, po besoj që kemi me evitu edhe kemi me realizua. Mirë. Cila mendon që është një iniciativë më e rëndësishme që duhet me ndërmarr prindërit, krahashi institucione varësimore në Sarek, ose cila mendon që ka prioritet në mandatin cilin po thu që sapo kemi filluar, keni bënë një lloj agjende edhe me çka keni me fillu spari më marr, me cilat problematika. Jo, nuk kemi bërë agjend, po besoj që me mbledhjet e ardhshme kemi me përcaktu disa pika, cilat janë kërkesat e prindve. Domethënë me vizitat tona në për shkolla, unë kam i marrë gjitha kërkesat e tyre. Edhe e shoh cilat janë të rëndësishme dhe cilat janë valide që mujna mi bë, kemi mi parashtruar domethënë DKA-s, edhe kemi mundu mi realizuar. Dhe besoj që edhe ata kanë me qenë bashkëpunues se janë interes i gjithëve. Bashkëpunimi patjetër që bashkëpunimi i prindve me arsimtar do të me qenë për suksesin e nxënësve do të me qenë i padiskutueshëm. Bashkëpunimi është në manje, edhe besoj që kemi me evitu, me kalimin e kohës kemi me evitu. Në rregull. Te pjesa e motivimit të fëmijëve, apo mendon që na si prind jemi të bë mjaftueshëm që me motivu fëmijët për me pas një sukses në shkollë, edhe çka po mendon të cilat kishin me qenë disa iniciativa të cilët na si prind do të me marr për me ngrit edhe interesimin pak më shumë të fëmijët, po edhe me marr një rezultat pak më të mirë në aspektin e cilësisë në shkollë. Besoj iniciativa kryesore kish me qenë m'ja largu telefonat për dorëve, me angazhue, se fëmijët në shtëpi besoj 2 orë më angazhu prindi me ta. Kishe më ndihmue edhe fëmijës, edhe mësuesit, edhe suksesi kish me qenë patjetër në ardhje. Në qartë. Po teknologjia re ka bërë që ata kur të vinë në shtëpi, kuptohet na këtë kemi fëmijë, ajo është gjaja e parë që do të më bëhe. Kjo mendoj që Largimi telefonit. Largimi telefonit. Okej. Te pjesa e komunikimit prind-fëmijë. Se zakonisht në për shkolla kur po shkojmë, po shohim që prind me do e mos po mundohen që fëmijën e vet me qit jo fajtor ose nuk ka pas, domethënë faj për ndodhit e caktuar. Kështu që apo mendon që edhe prind duhet pak me pas një farë lloj vetëdijsimi, pak më të kujdesshëm komunikimin në raport me mësimdhënësin, me njoft pak më mirë fëmijën, me ditë çka po bën kështu me radhë. Fatmirësisht, i thënë, unë jam aktiv, domethënë për 10 vite në këtë. Më me thonë, fatmirësisht domethënë ka pak prind më që e mbrojnë fëmijën se e din që asi, përpara ka qenë, kanë shku prind edhe kanë mbrojt fëmijën, kanë menu që fëmija i tyre ka drejt, fatmirësisht kanë ndryshuar, e din që prindi e din çfarë fëmije ka, secili prind e din çfarë fëmije ka dhe nuk më mbrojt kur s'ka drejt. Na kemi pas shumë raste, domethënë kemi parë nëpërmjet televizionit që ka fëmijë që shkaktojnë rrezike brenda shkollave, po prindi nuk ka çysh me mbrojt ata, sa gjë që shihet. Na ju thojmë prindve ne t'ju flasin fëmijëve para se me shkojnë në shkollë, problemet ne t'i largojnë për shkollave, ne dihet për çka po shkojnë në shkollë, ne dihet cila do të më konë sjellja e tyre ndaj arsimtarit, kush është arsimtari për ta që një prind i dytë sigurisht, kjo besoj që. E qartë. Kjo pjesa komunikimi prind-fëmijë, mësimdhënës, e dim që është kruciale për sukses. Na po thojmë që mirë në shumicën e rasteve po komunikojnë, po suksesi te fëmijët nuk është ai që po e dëshirojmë. Përpos teknologjisë, që është po besoj që tu u shfrytzu me një kohë të pakontrollume, këtu fajtor kryesor patjetër që janë edhe prindrit. Megjithatë,
diçka është tu qelu te ky trekanç. Nuk po ka një komunikim sinqert, nuk po ka një lloj transparente, për arsye se të kish qenë kjo ashtu që shpejt diskutojmë na që është komunikimi, kish me qenë një interes pak më i madh i fëmijëve dhe një sukses më i mirë, na po e shohim pak edhe rezultatet cilat po i marrim, kështu që te kjo pjesa e trekonçit a mendon ti që me një komunikim pak më transparent dhe me një takim më të shpeshtë, jo vetëm një herë në 2 muajt, sa për me krye atë kuotën e kohës, po spaku një herë ose 2 herë në muajt me diskutu gjonat edhe problemet reale që ndodhin nëpër shkollat tona. Patjetër, domethënë përgjithësisht nuk mundna veç mësuesit me javë. Domethënë mësuesat, besoj mësuesit arsimtarë duhet me pas komunikime më të shpeshta me prind. Ndoshta në herë jo në prani të nxënësve. Mos me hezitu mi ja thon ato çka si, po sigurisht që edhe prindet duhet me me vizitu më shpesh shkollën, me vizitu më shpesh kujdestarin, me komuniku më shpesh kujdestarin edhe me pyet ku po çalon fëmia i tyre. E qartë. Edhe besoj që kish me qenë. Sigurisht ka vend për më mirë, ka vend për më mirë. Po besoj që ka vend edhe për përmirësim. Sigurisht. Te pjesa e prindërve. A keni pas raste kur prindërit janë anku që po flas te shkolla, që nuk janë has mirë kuptim te pjesa e kërkesave që i kanë po edhe te këshilli i klasëve, po edhe te drejtoria e shkollës, ose cilat kanë qenë disa nga problemet cilat më shumë ballafaqohet sot një prind tek kërkesa edhe tek realizimi i qëllimit të kujdestari ose tek doktori. Zakonisht prind e din nxënësat e fëmijë atyre çfarë ku mund me arrit me sukses, zakonisht kërkesat më të mëdha edhe ato vërejtjet i kanë te zakonisht dimrit, te objekti jo nëse jo së nxehë, që ajo mund me qenë 2-3 ditë, 3-4 ditë, kanë me ndaj arsimtar kur e kanë pak më personale, janë që ato nuk na takojnë neve, se nuk jemi dëka për me asi. Po te këto problemet që e komunikimit në trekanç nuk kanë bërë kërkesat të zakonshme, domethënë. Nuk kemi pas problemet të tilla. Kum dëgjuna për shkolla tjera që kanë disa probleme, kanë pas disa probleme, mi ka cekë që drejtoritë të arsimit janë cekë, kemi pas një 2 mbledhje, kanë pas një problem jashtëzakonisht madh në shkollën Desen Bajraktari, po janë munduar me qenë sa më të izoluar, problem lidhje me vlerësim apo me jo, me kështu probleme me një penjzonse, ka pas disa probleme, kështu, domethënë problemi kryesor ka për rrjetet sociale. Për këtyre platformave online, edhe u bë aq e madhe sa ka shku prokuroria në shkollë 100 probleme në krye. Mirë. Te pjesa e prindërve, apo mendon që në raste të ndryshme prindërit kanë njëherë nuk po e din edhe drejtën e tyre ligjore dhe po munduhen me i tregu shumë për fëmijën e vet, kanë njëherë në raste të ndryshme edhe po e pengojnë procesin. Na e dim edhe rolin e prindit, edhe rolin e mësimdhënësit, edhe po është një farë kufini përderisa të ja ki besu fëmijën mësuesit ose mësuesës ose një kujdestarit, tash ka njerë po mdoket po e keq kuptojmë atë pjesë, po mundohemi me ndërhyllë në proces, jo ul ma fëmijën që tu, jo let jetë që shtu do kërkesat që janë pak banale, qysh e sheti këtë pjesë edhe qysh po mendojnë me rregullu. Po zakonisht e di kanë kërkesa, janë kërkesa që nuk na takojnë as njeve si këshill, nuk ju takojnë as atyre si prind. Janë kërkesa, po normal, ata nuk i din te ku mujnë me asi, apo kupton, nuk din çka mujnë me asi. Ti nuk mush mirë përzi asnjë arsimtar në klasë ku ta vendos fëmijën në bank. Te vlerësimi nuk mund, absolut, mësuesi është ai që e vlerëson nxënësin. Shumica e mos pajtime ose pakënaqësive janë te pjesa e vlerësimit. E vlerësimit, po. Çdo herë, domethënë mendojnë fëmijët ose prindërit që ju ka bën pa drejt. Po. Pse ndodh kjo? Pse mendon ti që vjen deri ky? Cili mësues ka qef me pas një nxënës të mirë? Besoj cili arsimtar ka qef me pas një nxënës të mirë dhe i shkrenu me atë punë. Patjetër. Edhe nuk besoj që ka arsimtar që e merr personale me një nxënës, absolut. Nuk, domethënë arsimtari ka kriterin e notimit, edhe prindi është e padrejtë me shku ju përzi atë. Ajo është gjoja e fundit që besoj që mund me bë. Po edhe nëse ta mbi vlerëson, unë kisha me thonë mëse mbi vlerëso. Bane kriter, notën edhe jashtëzakonisht kish me qenë reale ajo. E qartë. Te pjesa e vlerësimit, a keni pas në rast të shkolla ju në rast pak më specifik,
ose të nej problematikë cilën prindërit kanë kërku me zgjidh problemin të një instancë pak ma lartë, ose të nej vlerësim i cili nuk ju ka duk prindit ose nxënësit real edhe kanë thirrë komision i cili mandi me boni vlerësim. A keni pas si raste, edhe çush i keni trajtu këto si e kemi pas 2-3 raste, edhe e kanë ftuar, drejtori e fton komisionin e ban mrena shkollës, edhe e kanë ftuar nxënësin edhe arsimtarin që e kanë notuar, edhe kur kanë hi aty nxënësin ndoshta ka dalë edhe më dopt se që e kanë te nota. Ma dopt. Po. Domethënë kjo është ajo si pyetjet paraprake që prindi e mbron fëmin, e din çfarë fëmijë ka dhe e mbron, po nuk besoj arsimtar që ka që e vlerëson një fëmijë, domethënë që ja ma ka marrë mund me i noti. Kush ta merr me i noti ti veç mësot si cili arsimtar ka qef me pas, këtë nxënësat me pas shembullore, të shkëlqyshëm me pas mrena klasës, ai shkrenu me atë klasë. Okej. Është gjë që besoj nuk ban mu diskutua. Domethënë po thu që këshilli ka vlerësu ma pak se notën që e ka pas. Komisioni e ka vlerësu ma pak se vetë notën që e ka. Në një rast për suspendim ose për arrestim që e keni pas, edhe që ka u rikthy përmes komisionit disciplinor. Nuk kemi pas. Mrena shkollës tot nuk kemi pas rast. Se me thënë drejtën nuk kemi probleme madhore, nuk ka pas probleme që mu përjashtu në nxënës, edhe me kthy komisionin nuk kemi pas. Nuk kemi pas. Jo, nuk di në rast që kemi pas. Ndoshta para vitit 2016-17 ka pas, pe këtij vitit që jam unë nuk ka pas rast. Okej, mirë. Te pjesa përfaqësimit të prindëve të komunës tonë, keni marrë pjesë në disa takime në Masht, Ministrit të Arsimit. Tregona pak cilat kanë qenë arsyet, takimet edhe cilat kanë qenë, cili është në një farë forme komunikimin mes prindërit të komunës edhe Ministrisë Arsimit këtë rast. Po, kemi qenë takimet po marrishin Ministrit të Arsimit, e kishin zyrën e posaçme, domethënë Këshilli i Prindëve të Kosovës. Kemi sen përfaqësimet shumë qytete të Kosovës, ndërto edhe unë kam qenë, kryetari ishte një djalë i Prishtinës, djalë i zoti jashtëzakonisht shumë. E ka kriju edhe ai grupi mrena WhatsApp, platformën WhatsApp e ka kriju grupin, edhe na ka komuniku. Kemi pas takim para 2 javë, ka qenë prezent edhe vetë ministri, edhe si kërkesë të parë e kemi dërguar eliminimin e testit të arritshmërisë për klasën e 9-ta. Do më kërkesë nga prindërit ka Nga prindërit e Kosovës. Cila është arsyeja e kësaj kërkese? E kemi pas si këshill të prindëve, e kemi pas që testi nuk ka qenë real. Nuk ka vënë testi arritshmërisë për klasën e 9-ta nuk ka qenë real. Nuk ka vënë ndonjë rezultat, se aty u pa shumë herë që nxënësit me sukses të mjaftueshëm ka bë poena më shumë që ai që i ka pas 19 shembullore. Edhe nuk ka qenë test real. Tash u mbarte arsimtari që e ka monitoru. A unë vartë nuk e di, po nuk ka qenë real. Edhe ne si këshill prind. Pastaj ministri na ka propozuar që mrena platformës WhatsApp me grupet me këshillin që kemi mrena komunës, na ka dërguar me votue. Kush o kundër dhe kush pro. Na e kemi dërguar, unë e kam marrë, e kam dërguar në WhatsApp, domethënë këshillit prindve në nivel komunal. Aty kemi votuar. Edhe shumica janë kundër. 92% janë kundër për largimin e testit, po. E cila ka qenë alternativa me ndryshu apo vetëm suksesi më morë përbazë? Jo, tash ata me ligjin e ri të arsimit më morë suksesi përbazë. Vetëm suksesi? Po, suksesi më bazë. Për klasën e 9-ta, kuptohet. Suksesi më bazë. Edhe pas as ka qenë ashta ma udhës me e bëjt një farë sistemit menaxhimit pak ma strikt, apo me eliminu krejt? Me eliminu se nuk ka vënë sukses. Nuk ka vënë sukses. Tash nuk ka vënë sukses. Ai ndërlidh ke edhe me shumë gjona që nuk ka vënë sukses asnjëherë. Edhe na kanë njoftuar para 3 ditë, më kanë njoftuar që e kanë dërguar Ministrit të Arsimit, edhe ka kalu fazën e parë. Domethënë, edhe na ka thonë që te në muajin qershor kanë me largu gjithçysh. Mirë. Të e pas parasysh që suksesi është patjetër shumë herë ma meritor, edhe tregon një vlerë nxënësit për klasës parë deri në 9-tën, edhe përfaqëson tamam suksesin e tij. Testi i arritshmërisë, ku pas raste disa me qenë monitoros, është një test i cili po mendoj që mundet me u administru në mënyrë edhe pak më të mirë, edhe me nxjerr tamam rezultat, po megjithatë gjithmonë edhe unë qëndroj asaj që suksesi me qenë ai faktori kyç ose primar për regjistrimin në në shkollat mesme. Po ashtu e kanë pa edhe ministri.
Sigurisht ata i kanë vlerësimet e veta, edhe kanë pa që 10 vite që moha, domethënë nuk ka dhënë rezultat. Edhe nxënësa ndoshta me sukses të shkëlqyshëm kanë ngec me pojna më pak, ka dashur më regjistru nxënësi arkitekturë ose mjekësi, s'ka mujt me regjistru. Ai që ka pas nota të mira ose shumë të mira, ka bo pojna më shumë test, ai ja ka zënë venin atij që e meriton me shku aty. Andaj kanë menduar që është e udhës me largue, edhe vjetë veç e kishin diskutue, paraprakisht unë s'jam konë atër në Këshillin e Prindërve të Kosovës, e kishin pas diskutue, ka qenë ministri të vërkush, ju ka thonë që kam i asi, këtë vit e kanë marrë jashtëzakonisht për. Tjetë diçka në tematik e cila lidhet Me testin i kemi me testin, po konkretisht me prindërit. I kemi pas këto ankesa domethënë e udhëtimeve. Në komunë tonë janë disa, unë e di veç mështisht paguhet, mështisht dollët që paguhet për komunës, për Kuvendit Komunal, për drejtorisë të arsimit që paguhet udhëtime. Ata kishin probleme me mos pagesën e udhëtimeve. Domethënë këto zonat malore që janë zonat më thella. Rreziku i kafshimit nga shtazet e egra, edhe këto ishin probleme domethënë kyçe që i diskutoheshin. Edhe kuptohet domethënë ngecja në procesit arsimor që për ato sigurisht jemi pajtimi gjithë, që ka vend për më mirë. Ka vend për më mirë edhe po shpresojmë që do të fillojnë gradualisht të rregullohet. Mirë, në fund po më intereson a ki ndonjë mesazh për prindrit që na përcjellin, për prindrit e komunës tonë, që po do m'ja u dhonë në aspektin e njoftimit me ty ose në kontakte diçka që kanë që ku mund mu drejtu, se po besoj që kanë shumë kërkesa ose shumë pakënaqësi edhe ndoshta në pjesë të tyre nuk dinë realisht edhe kanë me kontaktu ose cila është hierarkia e. Po, sigurisht çdo që kanë, çdo pengesë që e kanë, çdo sugjerim që e kanë ne të më kontaktojnë. Unë jam aktiv, jam në Facebook, jam në Instagram, numrin e telefonit e kam mbrana DKA-s, mund me marr, edhe besoj që kam u kanë zoni tyre. Sa herë që ka nevojë. Edhe për takimet nuk jam më asnjëherë. Në rregull. Faleminderit shumë për këtë elaborim, shpjetim. Nëse ki përfund diçka për ata musafir që na dëgjojnë, para se më të falenderoj për pjesëmarrje, do një mesazh për fëmijë ose për prind ose për DKA-n, e cila është në të mirën e gjithë komunitetit. Nxënësve kisha më thonë mundësit kur t'ju vinë jetë, kapni edhe shfrytëzoni. Se nuk t'jep jeta shumë mundësi, shfrytëzoni mundësi që ja jep jeta mësimit përkushtohet të inskant për më konë dikushin. Ndryshe, keni me pas të lashe për aspektin e profesional. Faleminderit shumë shpejtim për kohën, edhe për kontributin që dha për sqarimin e disa aspekteve edhe komunikimeve dhe aktiviteteve që veç keni fillu me i bë. Po shpresoj që një sukses si Këshilli i Prindërve. Jeni një grup i mirë, cilin po besoj që keni me pas plot aktivitete edhe kemi me u taku edhe në rastet ndryshme. Faleminderit për mundësinë, faleminderit për gjithçka, sukses edhe ty, unë të thash jam sa herë ka nevojë, çdo prind të më kontaktoj, unë jam pro takime, pro çdo sen me ta. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të nderuar, ishte ky takimi me përfaqësuesin ose kryetarin e përfaqësuesve të Këshillit të Prindërve të Suarekës. Faleminderit edhe shihemi në emisionet e radhës.